prindërt, babi, vllaznit. Sfidat kanë qenë puna, përkushtimi më shumë, përkushtimi për telet, për firmën e kështu me radhë. Nështa firmën e keni pas me një numër ma të vogël atëherë, tani keni shku të rritë. Sigurisht, kemi pasur firmën numrin 50 copa deri në 7 copa, parafërsisht, po kemi pasur atje në fshat. Pastaj me kalimin e kohës kemi kaluar firmën këtu ku e pom dhe kemi rritur numrin deri rreth 500 copa si tregova më herët. Sa është e vështirë nështa më u kujdes për 500 copa dele? Nuk është edhe lehtë, po me përkushtim edhe kur e dë punën ja arrin. Me çfarë ushqimi ushqani edhe sa herë nditje ushqani apo edhe të pjesa e ujit sa? Zakonisht gjatë dimrit i ushqim 3 herë në ditje. Njerë në mëngjes tagji, pastaj filluj me ishëm ose me son kosht në varët. Pastaj në gjysditë dhe në mbrëmje. Pa, i punoni kështu tokat, apo... Tokat i punojmë, kemi tokat tona, tokat migjallarve, marrim me qira, bashkëfshatarve, kemi edhe një fshat tjetër toka, kemi bjellura dikun rreth 2-13 hektar, që aty parafërsisht, kështu me radhë. Në sezonin kur i punoni tokat, merr një punëtor kështu, ke punëtor në shtanë fermë apo vetëm familjarisht? Jo, nuk marrim punëtor për arsye se janë mjetet bujqësore, i kemi kosa, grabuja, presa, traktora, mjetet që i shumë me vënë atje te firma. Nuk është firmës kështu me u kujdes, nështa në ato sezonat kur bëhet qethja e deleve, do më thonë, apo edhe ndonjë fest që keni jo kështu, apo edhe për kurbana qoftë. Jo, nuk marrim punëtor për arsye se kujdesemi, ka kohë që kujdesemi për to, edhe do me thonë prevoja bën të vetën, apo kupton? Edhe ja arrim. Po. Çfarë lloj dele, çfarë race është kjo? Kemi racë syk, kemi racë syk shartone me rrot, po kemi edhe 2 pjellë që kemi, do me thonë 2 pjellë që shtohen ka 2 herë në vit. Po. Sa është e mirë nështa kjo racë në këtë vend, do me thonë sa është e përshtatshme edhe çfarë kujdesin lyp ma shumë? Këto kujdesin e lypin e kanë kujdesin ma të veçantë për arsye se janë dojnë ushqim ma tepër, se janë kafsh ma të rritune, ma të mëdhaja, se sa kafsh që kanë mojtur për para, ato e kanë qenë ma të vogla. Normal, dojnë kujdes ma tepër, për arsye se çdo sene kanë pak ma tepër, ma të veçantë, kanë se janë ma të rritune, si racë janë pak ma... Po, nështa edhe dojnë këtë pjesën kështu me dojnë livadh, qëndrojnë kështu gjatë tërë ditës, ka ndodhë ndoshta në ai moment që ju ka largu se keni pas humbje tyne? Po, ka ndodhë normal se çdo firmë ndodhin ka ramje, ka ngritje, ajo është punë normale, po ja me durim i kalojmë edhe ato provat. Po, ju e bëni shitjen e tyre? Po, bëjmë shitjen e tyre, shiten për Bajram, shajsëm pas Bajramit ku pas